Gruaja kishte jetuar vetëm për dekada të tëra. Në verandën e qetë të shtëpisë së saj të vjetër, pranë saj flinte një qen i zi me lesh të errët dhe të lëmuar si qymyri. Çdo mëngjes fillonte kështu, kërcitja e karriges lëkundëse, fladi i lehtë që lëvizte perdet dhe zhurma e mbytur e putrave të qenit që ecnin ngadalë mbi pllakat e ftohta. Askush nuk e dinte emrin e tij. Ajo nuk e thiri kurrë. Unë vetëm shikova, dhe ai u përgjigj me sy. Lidhja midis të dyve ishte e heshtur, e fortë si një rënje e lashtë. Qeni dukej se i kuptonte gjestet e gruas, pshertimat e saj, lodhjen e saj. Kur ajo ulej për të qëndisur, ai shtrihej përpara saj, i vëmendshëm, me veshët e ngritur, sikur të dëgjonte gjilpërën që kalonte nëpër pëlhur. Gruaja nuk pati kurrë fëmijë. Nuk prisja kurrë vizitor. E vetmja rutinë që e mbante gjallë ishte heshtja, buka e ndarë dhe hapat e ngadalë nëpër shtëpi. Ajo ecte ngadalë midis mobiljeve prej drurit të errët, me një mbulesë të varur mbi supe dhe shikimin e saj të fiksuar bosh jashtë dritares. Jashtë, obori u bëi egër, me bim që ajo nuk i krasite më, por që prap kujdesej me kujdes për to qeni i zi i errët ndoqi gjithçka me sytë e tij. Nëse ajo ngrihej, ai e ndiqte. Nëse ajo vonohej, ai do ta priste. Dhe në netët e ftohta, ai shtrihej rrezë shtratit, i ngjeshur midis batanieve që binin dhe qilimit të grisur. Ishte më shumë se një roje, ishte një shoqërues i formuar nga koha. Ndonjëherë era sillte kujtime. Një shami e vjetër, aroma e kafes, një letër e fshehur në sirtar. Por ajo nuk donte të hapte asgjë tjetër. Ai vetëm pshertiu thellë dhe i futi flokët e bardha pas veshit. Dhe qeni, edhe pa i kuptuar kujtimet, mbeti aty, sikur ta dinte që prania e tij mbushte gjithçka që mungonte. Atë pasdite, qielli ishte i zbetë, pothuajse pa ngjyrë. Gruaja u ul në verandë, theu një copë bukë të ndenjur dhe ia dha qenit. Ai e mori me kujdes, duke e përtypur ngadalë, pa u nxituar. Ajo e shikoi për disa sekonda, pastaj e ktheu shikimin përsëri nga qielli. Sytë e saj ishin me lot, por nuk kishte trishtim. Ishte sikur të ishte mirënjohës që e kishte ende atë moment, që kishte ende dikë, edhe nëse ishte me 4 këmbë, me të cilin të ndante heshtjen e ditëve. Dhe aty mbetën të dy, një grua që nuk kishte qenë kurrë nën dhe një qen i zi, me sy vigjilent, që mësoi të ishte birë pa pasur nevojë të linte prej saj. Çdo mëngjes, gruaja me flokë të thinjur i hapte perdet me duar të brishta. Drita hyri butësisht duke depërtuar përmes pluhurit që qëndronte pezull në ajër. Dhe ja ku ishte ai, qeni i zi, i shtrirë përpara portës, me hundën të kthyer nga rruga e zbrazët. Unë po prisja. Gjithmonë kam shpresuar. Ajo nuk dilte më si më parë. Më dhembnin këmbët, hapat e mi ishin të shkurtër. Por qeni mbeti vigjilent, çdo tingull në shtëpi i duke i dallueshëm. Kërcitja e çajnikut, lëvizja e sandaleve, hapja e ngadalt e dollapit ku mbaheshin filxhanët me buzë të çara. Asgjë nuk i shpëtoi vëmendjes së tij. Ndërsa ajo ngrohte ujë në sobën e vjetër me dru, ai ul disa metra larg, me sytë e ngulur. Aroma e kafes mbushte kuzhinën, e përzier me aromën e thatë të drurit që digjej. Ajo përgatiti gjithçka ngadalë, pa nxitim. Sikur ende po priste dikë me të cilin ta ndante atë heshtje. Ndonjëherë shkoja në dhomën time dhe merrja një kuti me suvenire. Foto të vjetra, të zverdhura, ku ajo shfaqej vetëm. Në njërin prej tyre, një diep i zbrazët. Në një tjetër, një zarf i padërguar kurrë, me shkrim dore të dridhur dhe datë të fshirë. Ajo nuk lexoi, thjesht i kaloi gishtat përgjatë skajeve ndërsa qeni ju afrua dhe i mbështeti kokën në prerjen e saj. Ora shënonte orët sikur të pëshpëriste. Koha në atë shtëpi dukej sikur po ngadalsoi. Çdo ditë ishte një përsëritje e së mëparshmës, por qeni nuk lodhej kurrë. Gjithmonë pranë saj, në çdo lëvizje, në çdo pauzë. Nga divani në koltuk, nga koltuku në balkon. Dhe ai nga mbrapa. Gruaja nuk foli më. Pamja e tij thoshte gjithçka. Dhe qeni e kuptoi. Ai ulej pranë sobës kur ajo shkonte në shtrat. Dhe edhe kur ajo flinte, ai kujdesej për të. Trupi i zi i qenit u përzie me hijet në dhomë. Por sytë e tij shkëlqenin, të vëmendshëm, si dy fener të vegjël në një botë të errësuar nga koha. Një pasdite, ajo qëndroi para pasqyrës dhe u përpoq të rregullonte flokët. Duart po dridheshin. Qeni e shikonte nga dera e banjës, pa lëvizur. Skena ishte një skenë pritjeje e qetë. Një valle pa muzikë, ku mbeti vetëm dashuria.
Ajo e thiri pa zë, vetëm me sy. Dhe ai erdhi. Gjithmonë vinte. Në fund të ditës, ata u ulën krah për krah në veranë. Rruga mbeti bosh. Por qeni dukej sikur priste që dikush në një moment të vinte nga cepi. Në skenën e fundit të asaj dite, gruaja vendosi filxhanin mbi tavolinë dhe i zgjati një copë bukë. Qeni nuk lehte dhe as nuk e tunte bishtin. Ai e mori bukën me delikatesë, sikur ta dinte se ai gjest ishte i shenjtë. Ajo shikoi lart në qiell. Ata ishin të përlotur, por jo të trishtuar. Qeni e mbështeti kokën mbi këmbë, në heshtje absolute. Shtëpia u kthye në heshtje. Çajniku kishte pushuar tashmë së fishkëllyeri. Koha, atje, dukej se kishte ndaluar përsëri. Mëngjeset nuk vinin më me të njëjtën forcë. Drita që hynte nga dritarja dukej më e zbetë, më e turpshme, sikur edhe dielli nguronte të hynte në atë shtëpi. Gruaja, me flokë të bardhë të hollë dhe shpatulla të përkulura, eci ngadalë nëpër korridor me një peshqir kuzhine të varur mbi shpatull, e pasigurt pse ishte aty. Ajo ndalonte në mes të shtegut, shikonte përreth, rrudhte vetullat dhe pastaj kthehej me hapa ngurues. Qeni i zi me lesh të lëmuar dhe sy të vëmendshëm, eci pranë saj. Çdo kthes që ajo bënte, ai e ndiqte. Kur ajo ndaloi edhe ai. Kur ajo e harroi çajnikun mbi sobë, ai ishte ai që ju afrua, duke lejur butësisht, vetëm një herë, sikur ta dinte se heshtja tani mund të ishte e rrezikshme. Ajo u pengua 2 herë atë mëngjes. Së pari në qilimin që ishte gjithmonë aty. Pastaj në vetë kujtesën. Ajo qëndroi përpara dollapit prej porcelani, duke u përpjekur të kujtonte emrin e bimës së tharë në cel. Gishtat e tij dridheshin pak. Një dridhje që filloi në duar dhe u përhap në mënyrë të padukshme brenda. Në drek, ajo u ngatërua për kripën. Ai e vendosi 2 herë. Ai kolli, pështyu diskret, fshiu buzët me peshqir kuzhine dhe bëri sikur gjithçka ishte në rregull. Vetëm e shikoi, të shtrirë pranë tavolinës, me putrat e shtrira dhe kokën lart. Kur ajo u ngrit, ai e ndoqi në heshtje. Në pasdite, ai u ul pranë dritares. Qielli ishte gri, sikur të ndjente diçka. Në prag të dritares varej një lule e vyshkur, gati duke rënë. Gruaja e vëzhgoi sikur të kishte parë një portret të vetes atje. Sytë qëndruan te lulja, sikur të prisnin një përgjigje. U shtri para saj, me kokën midis putrave dhe sytë e ngulur mbi të. Kishte një lidhje të thellë dhe të heshtur atje. Kur ajo pshertiu, ai i tundi veshët. Kur ajo ngriti dorën që i dridhej për të kapur filxhanin e çajit, ai u ngrit, eci ngadalë drejt saj dhe i përkëdheli gishtat, duke i lëpirë ngadalë, sikur të thoshte, jam ende këtu. Ajo nuk e mbaroi çajin. Ai e mori filxhanin për gjysmë, e vendosi në krahun e karriges dhe shikoi nga dritarja. Sytë e tij nuk dukeshin më sikur ndiqnin atë që shite. Ishin të turbullta, të largëta, të bllokuara në kujtime që ndoshta nuk ishin më as të saja. Kur ora e kuzhinës shënoi 5, ajo u zgjua më herët se zakonisht. Ajo as nuk e mori në dorë qëndisjen dhe as nuk i fiku dritat. Ai eci drejt dhomës së gjumit, duke zvarritur këmbët përgjatë dyshemes, sikur çdo hap të peshonte më shumë se trupi i tij. E ndoqi atë. Në dhomën e gjumit, ajo ul në shtrat, duke parë jashtëkun sikur po takonte një mik të vjetër. Ai u shtri ngadalë, rregulloi batanien mbi gjoks dhe mbylli sytë para se të rehatohej fare. U ngjit në qilimin pranë shtratit. Nuk u shtriva. Ai ul aty duke vëzhguar si një roje që flinte. Jashtë, drita po venitet. Hijet e shtëpisë shtriheshin përgjatë mureve. Heshtja ra butësisht si një perde e hollë që tërhiqet. Filxhani i çajit mbeti i paprekur, lulja në dritare mbeti i anuar. Nuk fjeti. Jo atë natë, jo natën tjetër. Sepse kishte diçka në ajër, diçka që as ai nuk mund t'i jepte emër, por që po fillonte ta erësonte kohën e tyre së bashku. Mëngjesi erdhi pa nxitim. Rrezet e diellit vizatonin forma të buta në dyshemen e dhomës, duke kaluar me delikatesë përmes perdeve të holla. Ora e kuzhinës goditi 9 kur heshtja në shtëpi filloi të rëndonte më shumë se zakonisht. Asnjë tenxhere në sobë. Asnjë hap nuk u dëgjua ngadalë nëpër korridor. Vetëm fshfërima e lehtë e gjetheve në obor dhe tiktaki i vazhdueshëm i orës së gjyshit. Qeni i zi, kishte qenë aty për orë të tëra. I shtrirë përpara koltukut, me kokën mbështetur mbi putrat, me sytë e ngulur te gruaja që ishte ulur atje.
Ajo ishte e qetë, supet e përkulura, flokët e bardhë të krejur në mënyrë perfekte. Sytë e saj ishin të mbyllur sikur të flinte dhe në prerë një lule e tharë. Ishte një nga ato që i mblodhin nga obori i shtëpis me petale të vogla e të kuqëremta, të cilat tha se i rezistuan më shumë se të tjerat. Ajo nuk po merrte frym. Hi nuk lëvizi. Gjoksi i tij ngrihej e ulej ngadalë, sikur dhimbja kishte nevojë për hapësirë brenda trupit të tij. Nuk kishte lehje, as nxitim. Thjesht qetësia e dikujt që e kupton me instinktin më të vjetër në botë se diçka ka ndryshuar përgjithmonë. Ishin fqinjet ata që e gjetën të çuditshme mungesën e saj. Zonja me shallin blu në kokë, që sillte gjithmonë bukë, trokiti në derë. Pas disa minutash pa përgjigje, ai shtyu ngadalë. Dhoma mbante erë çaj të vjetër, lulesh të thata dhe heshtjeje. Ajo nuk bërtiti. Ai thjesht vuri dorën në gojë me sytë e lagur. Erdhi një fqin tjetër, pastaj një tjetër. Shpejt të gjithë ishin aty, rreth gruas që po flinte në koltuk, ndërsa hiç mbeti në të njëjtin vend. Kur u përpoqën të afroheshin, ai thjesht ngriti kokën dhe shikoi, sikur të kërkonte leje. Nuk pati asnjë ulërim. Nuk pati asnjë reagim, vetëm një vështrim që thoshte, le të qëndroj edhe pak. Ata e mbuluan me kujdes trupin me një çarçaf të bardhë. Ata e lanë lulen pranë saj në gjoksin e tyre. Fqinjet përshpëritën butë, rregulluan shtëpinë, pastruan dyshemen, sikur donin të ruanin mjedisin që ajo e donte aq shumë. Hiç mbeti aty. Dikush vendosi një tas me ushqim pranë derës. Një tjetër solli një batanie. Por ai nuk lëvizi. As kur u përpoqën të telefononin. As kur nata ra ngadalë duke e mbuluar fshatin me atë heshtje të trishtueshme të së dielës. Or kaluan dhe hi ndryshoi pozicion për të afruar hundën me pëlhurën që mbulonte pronarin e tij. Ai nuk qau, qend nuk qajnë si njerëzit. Por kishte diçka në sytë e tij, në mënyrën se si u tkur që thoshte gjithçka. Ai e kuptoi. Kur trupi u mor më në fund, ishte tashmë pas dite vonë. Fqinjeve ju desh të përkuleshin për ta shtyrë butësisht hiin tutje. Ai rezistoi pak, u ngrit dhe shikoi hapësirën bosh në koltuk. Pastaj u largua ngadalë duke zvarritur putrat, duke u ndalur her pas here për të parë prapa. Koltuku qëndroi aty. Lulja e tharë ra në dy sheme, midis këmbëve prej druri dhe qilimit të konsumuar. Era vinte nga dritarja, duke i lëkundur lehtë perdet. Jashtë, hi ushtri përsëri, këtë herë nën hijen e verandës. Njerëzit tashmë po largoheshin. Shtëpia ra përsëri në heshtje. Por diçka mbeti në ajër, jo trishtim i zhveshur, jo dhimbje e fortë. Ishte diçka tjetër. Një mungesë që peshoi shumë. Një boshllëk që nuk mund të shpjegohej me fjalë. Hiç e dinte. Dhe kështu ai qëndroi. Sepse dashuria e vjetër nuk zhduket. Thjesht ndryshon formë. Dhoma ishte e heshtur. E njëjta dhomë ku qëndiste, ku e vinte çajnikun të zjente ngadalë dhe ku ngrohte këmbët në pasditet e ftohta, tani strehonte gdhirjen. Dritaret ishin të hapura, duke lënë të hynte një fllad i lehtë që i bënte perdet të kërcenin ngadalë, sikur edhe koha të ishte në zi. Në qendër, arkivoli i bardhë. E thjesht, delikate. Sipër saj, lule të kuqe u vendosën me kujdes nga fqinjet dhe miqt e fshatit. Çdo petal ishte një kujtim. Çdo rregullim, një përpjekje për të thënë lamtumir bukur. Njerëzit u afruan në heshtje. Asnjë fjalim. Asnjë cep. Vetëm prania. Disa ishin ulur në karrige pranë mureve. Të tjerë preferonin të qëndronin në këmbë, me duart e kapura dhe syt ulur. Aroma e luleve përzihej me dyshemen e vjetër prej druri, e cila kërciste me çdo hap të nguruar. Ishte atëherë që dera e pasme kërciti ngadalë. Hiç hyri. Qeni i zi me qime të njëtrajtshme, me hapa të ngadalë dhe me një sura të lagur, mbante diçka në gojë. Ishte një lule. Një lule e vetme e bardhë dhe e verdhë, ende me gjurmë dhe u në rënjet e saj. Një nga të paktat që ajo vet i rriti në lulishten e vogël në oborin e shtëpisë. Ishte e thjesht, e zakonshme, pothuajse e harruar nga njerëzit, por ai e solli atë. Njerëzit u larguan duke krijuar hapësirë sikur e kuptonin se ky gjës duhej të ndodhte. Hi eci me qetësi drejt arkivolit. Sytë e tij ishin të lagur, por nuk kishte zë. Asnjë lehje. Asnjë qarje. Vetëm ajo heshtje që peshon më shumë se çdo fjalë. Ai u ndal para arkivolit.
Ai shikoi. Dhe pastaj, me kujdes, e vendosi lulen mbi kapakun e bardhë, midis të tjerave që tashmë ishin vyshkur. Kontrasti i leshit të tij të errët me të bardhën e arkivolit ishte pothuajse poetik, sikur të gjitha vajtimet e botës të ishin mbledhur në një trup të vetëm. Pastaj, pa u nxituar, u shtri në anë, me kokën mbështetur në arkivol. Frymëmarrja e tij ishte e ngadaltë, e thellë. Bishti nuk lëvizi. Vetëm gjoksi i ngrihej e ulej si një pëshertim e vazhdueshme. Njerëzit mbajtën frymën. Një zonjë lëshoi një rënkim. Një tjetër i solli duart në fytyrë. Askush nuk guxoi ta prekte. Ata u përpoqën ta thërrisnin butësisht. Një burr ju afrua me respekt duke u përpjekur ta nxirrte që andej. Por hiç nuk lëvizi. Syt i kishte hapur, por nuk po shikonte askën. Ai thjesht qëndroi, sikur ajo pozicion të ishte vendi i tij i fundit në boll. Orët kaluan. Njerëzit u larguan gradualisht duke respektuar zinë e qenit, po aq sa edhe atë të gruas. Dielli po depërtonte nga dritarja e pasme, duke e lyer dhomën me nuanca të arta dhe portokalli. Lulet mbi arkivol kishin filluar të vyshkeshin, petalet binin mbi drurin e bardhë. Hiç ishte ende aty. Koka mbështetej në kapak. Lulja që kishte sjell mbeti e paprekur, sikur të kishte rezistuar vetëm sepse ai e kishte mbajtur me vete. I gjithë ambienti duke i mbuluar nga një heshtje e thellë, sikur koha të kishte ndaluar. Historia nuk mbaron me pajtim. Nuk ka shtëpi të re për Hijrin, as zëra që e thërrisnin me premtime shoqërie. Sepse disa humbje nuk mund të riparohen. Disa mungesa mbeten. Por dashuria e vërtet, lloji që nuk ka nevojë për fjalë, që ndërtohet me prani, me gjest, me qëndrueshmëri, që vazhdon. Dhe kjo ishte arsyeja pse, në atë shtëpi të vjetër, ku koha dukej sikur kishte ndaluar, kishte një arkivol të bardhë të mbuluar me lule. Dhe një qen të zi pranë tij, duke vulosur me qetësinë e tij formën më të pastër të lamtumirës.